Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takoheni me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Jam këtu sot me ju për të ndarë lajme të bukura, për të ndarë momentet e bukura të gjithë relaksit që Gjesti tashmë shijon pas Big Brotherit. Me patjetër që ka shumë koncerte, me patjetër që ka shumë angazhime, po punon projekte, po punon këngë, po udhton gjithandej. Por në fund të ditës, ky është edhe një farë me relaksi, se kur e shikon suksesin mbi të cilin ti punon, asgjë nuk të duket e vështirë dhe përkundrazi ke energji për të luftuar për të dalë përpara. Dua të sjell një video që unë e di që ju të gjithë e keni shumë xhan, ta shikoni Gjestin, ku Gjesti po argëtohet me një kitare. Në me thënë, ne kemi parë Gjestin shumë spontan, këtë Gjestin që spontanitetin e kishte pikën e parë të jetës së tij. Ai në studio muzikore ka marrë një kitare, edhe po mundohet të bën ca prova dhe po luan një këngë që në fakt Gjesti e ka pas luajtur dhe në Big Brother më herët. Do me thënë, Gjesti është po i njëjti. Unë kur kam vlerësuar Gjestin për sinqeritet, për vërtetësi, për drejtësi, Gjesti këtë gjën e ka të njëjtën edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Është ky Gjesti që na sjellën këtë përditshmërinë e tij, natyrën e tij, njeriun e tij dhe na bën që ta duam dhe ta vlerësojmë dhe ta respektojmë pafund. Sonte është në rinora, ashtu siç unë e komentova që parë, shqiptarët e Zvicrës do të tërbohen, unë e di shumë bukur këtë gjën, por thjesht unë dëshiroja të sjell këtë momentin e bukur ku Gjesti po argëtohet në kitare. Të luftosh për qëllimin dhe dëshirën tënde, dhe këtë dëshirën tënde ta ndjekësh kur e gjithë bota është kundër teje, kur askush nuk të beson, kur të gjithë të tjerë të thonë që ti nuk ja vlen, kur të gjithë të tjerë që të thonë që ti nuk je asnjë gjë dhe talenti jot është thjesht një zero, dhe ti me punë, me përkushtim, me vrapim të madh, duke mos pushuar asnjë ditë, të ndash jetën tënde 7 muaj, të izolohesh në një format vetëm për një qëllim të vetëm, që ti të arrish të ngjitesh në këtë skenën, e ka bërë vetëm Gjesti. Ne kemi dëgjuar nga motivuesi tanë të ndryshëm, që Gjesti, apo që njeriu duhet me patjetër të ndjekën ëndrrën e tij, duhet me patjetër të ndjekën guximin e tij për të arritur atë që do. Në qoftë se ne nuk i ndjekim ëndrrat, në qoftë se ne nuk vrapojmë pas tyre, në qoftë se ne nuk ngrihemi në këmbë dhe të punojmë, vetëm të punojmë, do të kuptoni që suksesi është i garantuar. Dhe Gjesti këtë gjë ja kishte vënë misionin vetes. Ky është suksesi. Në qoftë se ne vëmë qëllimin diku dhe i vrapojmë atij qëllimit. Ky është suksesi dhe me patjetër që do të jetë suksesi garantuar, sepse Zoti di të vlerësoj ato që lodhen dhe ato që lodhen janë vlerësuar. Dhe ky është Gjesti. Gjesti e dëshmoi që me punë, me përkushtim, arrihet në majat e suksesit dhe sot Gjesti ka realizuar një ëndër shumë të madhe. Sonte të gjithë syt nga rinora. Në Zvicër, te rinora për të parë ambientin madhështor dhe normalisht atmosferën që di ta krijoj vetëm kush? Gjesti.